Tani patronazhimi, ne nuk kemi një kod penal, një vepër penale të thuhet patronazhimi. Penalizojeni si kuvend, edhe ne të ushtrojmë ndjekjen penale. Kriminalizimi i patronazhimit në këtë lloj forme dhe në këtë madhësi që kemi parë ngelet një zgjidhje, duhet të parë që zgjidhja të mos jetë vetëm në letër, por zgjidhja të jetë efikase, sepse nuk mund të rrezikojmë që sikundër ju referuat propozimit të Krevut Spakut që ne ta bëjmë vepër penale, më pas ne ta kemi kthyer në vepër penale dhe dëgjojmë raportimin e Krevut Spakut që ne jemi vetëm 20 prokurorë dhe nuk kemi çfarë të bëjmë përballë 200.000 patronazhistë, që mund të ketë kjo një të vërtet të saj. Kështu që sfidë për Komisionin e Reformës ngelet jo vetëm gjetja e mekanizmeve që funksionojnë në letër, por gjetja e mekanizmeve që do të na funksionojnë në praktikë. Patronazhimi është një funksion politik me antarësinë e Partisë Socialiste, nuk ka të bëjë me atë koncept që përdoret rëndom në politik. Megjithatë, këto janë gjëra që do t'i diskutojmë me kohën dhe unë jam i hapur të dëgjoj çdo vërejtje dhe e kam lexuar me shumë vëmendje raportin. Kreu institucioni që administron zgjedhjet është i pakënaqur me formulën që funksionon sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Tani që përfunduan zgjedhjet, ky pretendim nuk është një shqetësim i madh për politikën, por kur i kalojnë ethet elektorale, nxitojnë të drejtojnë gishtin ndaj atyre që nuk janë të vetët në këtë institucion. Nëse do duhet të rikonsiderohet formula e përbërjes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për gjykimin dhe vlerësimin tim, varianti më i mirë është ai i qenies së një organi monokratik, por ndërkohë edhe me elemente të cilët sigurojnë edhe besimin e opozitës në ndërtimin e këtij institucionit. Pikë së pari, ai që do ta përfaqësojë këtë institucion do duhet të zgjidhet me konsensus edhe të opozitës. Dhe nëse nuk do të jetë ky opsion, mund të jetë opsioni një organi kolegjial, sikurse e kemi patur në të shkuar. Nëse shumica politike përfshi këtu edhe opozitën, jo vetëm majorancën qeverise, mendon që kjo është formulë e mirë, aktualja, ka nevojë për të përmirësuar në kuptim të përcaktimit qartë të kompetencave dhe të kufive të secilës prej 3 strukturave apo organeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të Komisionerit Shtetëror për Zgjedhjet, të Komisionit Rregullator dhe të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve. Nëse kjo do të jetë formula më e përshtatshme, pra formula me 3 trupa të cilat bashkëveprojnë apo me një trup të vetme kolegjiale, apo formula e propozuar së fundit dhe nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, i cili propozon një organ monokratik ku një person i vetëm të jetë edhe ai që bën rregullat dhe ai që siguron zbatimin e tyre. Kjo është çështje që është herët për ta diskutuar, ngelet për të diskutuar në tryezën e reformës dhe sigurisht për sa të jetë në dorën tonë ne do të jemi mbështetës dhe bashkëpunues në mënyrë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në çfarëdo lloj formati që të jetë, të jepen kapacitetet e duhura, të jepet suporti i duhur. Edhe pse i kanë përfshirë në Komisionin e Reformës Zgjedhore, partitë të vogla në parlament mendojnë se kur është koha për të shtypur më të pafuqishmit politikisht, si gjithmonë, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bëhen bashkë, duke hartuar rregulla në interes të tyre dhe në kurriz të qytetarëve. Në pamundësi për të matur me ta, më të veçët e parlamentit do të përshtaten me skemin e më të mëdhenjve. Është një marrëveshje e cila është totalisht absurde në fakt, sepse një parti parlamentare e cila merr pjesë në këtë komision do duhet normalisht kishte edhe drejtën e votës. Nuk bën asnjë sens që si thua të jetë aty thjesht në funksionin këshillimor, si të ishte një OJQ apo një institucion e themi i caktuar. Jemi parti politike, jemi votuar për të qenë aty dhe detyrimisht është fare normale që të kemi të drejtën e votës, edhe pse është një votë e vetme. Dëshmon një farë mënyrë edhe frikën që kanë si njëra palë edhe tjetra ndaj qasjes tonë, që është gjithmonë parimore xhanem, është gjithmonë një qasje e hapur dhe publike, ne nuk kemi bërë dhe s'kemi ndërmend të bëjmë ndonjëherë, le të themi, marrëveshje nën tavolinë me asnjë prej palëve. Nuk është tryeza e reformës, asnjë reforme, vetëm reformë zgjedhore, nuk mund të jetë një pazar që Partia Demokratike ofron diçka ose sakrifikon diçka në mënyrë që ta bëjë dhe Partia Socialiste. Partia Demokratike ulet në tryezë që t'i apelohet parimeve, t'i apelohet standardeve më të larta, të cilat ODIHR i ka, të cilat Komisioni i Venecias i ka përcaktuar dhe të gjitha propozimet tona të jeni të sigurta që kanë për të reflektuar këto standarde dhe i kërkojmë asgjë më shumë dhe asgjë më pak edhe palës tjetër që të apelohet të këto standarde. Besoj që nëse ky do të jetë udhërfysi i punës tonë, atëherë ka për të
një produkt që do të jetë jo vetëm konsensual, por që ka për të vlerëtur Shqipërisë. Nga njëra anë, socialistët do të duhet të përmbahen nga aroganca e pushtetit në parlament dhe të shtrinë dorën për konsensus, por nga ana tjetër kanë presionin objektiv